Në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi në Shkodër u zhvillua ceremonia diplomimit për ciklin 2024-2025, një mbrëmje plot emocion, fest dhe krenari për 1314 student që u diplomuan këtë vit. Në fjalën e tij përshëndetëse, rektori profesor Dr. Tonin Xhuraj theksoi rëndësinë e arsimit publik dhe rolin e universitetit në zhvillimin e shoqërisë. Ai u shpreh se diploma që studentët marrin sot është më shumë se një dokument arritjeje, është një fest për të vazhduar të mësojnë, të kryojnë dhe të kontribojnë. Diplomohen sonte 1314 student, nga të cilët 750 në programin bachelor, 77 student në programe me karakter profesional, 19 në programin integruar master i shkencave drejtësi dhe 468 në master e shkencave dhe master profesional. Sot jemi mbledhur në këtë hapësirë simbolike të qytetit, në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi, për të festuar një moment që për secilin prej jush shënon kulmin e një udhëtimi të gjatë. Udhëtimin e dijes, të përkushtimit dhe të ëndrave të realizuara. Kjo është një ditë gëzimi dhe krenarie, por dhe një ditë reflektimi mbi rrugën që keni përshkuar dhe mbi atë që tashmë po nisni, rrugën e të ardhmes. Shkodra ka qenë dhe mbetet një qendër e dritës, një vatër ku mendimi, arti dhe dia janë endur bashkë në gjallërinë e shpirtit qytetar, sepse ajo ka lindur figura që e kanë bërë dijen dritë dhe dritën kulturë. Të gjitha ata që me veprën e tyre e kanë bërë këtë qytet simbol të dijes dhe traditës, sepse kanë parë dijen si simbol të dritës që ndriçon shpirtin njerëzor. Në këtë traditë frymëzimi e përkushtimi, universiteti ynë ruan të njëjtin mision, të ndezë dritën e dijes tek çdo student, në çdo kërkim, në çdo përpjekje për ta kuptuar dhe përmirësuar botën. Nënkryetari i Bashkisë së Shkodrës, zoti Rudin Beka, vlerësoi universitetin si një shtyllë të rëndësishme të identitetit të qytetit. Fatkeqësisht në botën ku jetojmë sot, shpesh herë ti je i ndershëm dhe me karakteresh kosto. Kosto ndaj tundimeve afat shkurte, por që është në rrugën drejt suksesit vërtet, atij të shndrueshëm dhe afat gjatë. Do përballemi me sfida, por çdo sfidë do t'ju ndihmojë të rriteni. Mundësitë janë të mëdha, sidomos për ata që dinë të marrin iniciativa, të mendojnë ndryshe, ndërtojnë rrjete bashkëpunimi dhe dinë promovojnë veten. Këshilla ime për ju është sot që mos prisni për mundësi të vinë te ju, por krijojeni ato vetë. Mos u ankoni. Përgatisni veten për tregën e punës. Mësoni vazhdimisht. Mos keni frikë, kërkoni dritën tuaj dhe kryesorja. Jeta është e shkurtër, shijojeni. Ju ftoj të gjithë që ndërtojmë Shkodrën së bashku për një karrierë dhe jetë cilësore. Në emër të kryetarit të bashkisë, do t'i them me bindje se dera qytetit është e hapur për ju. Ky qytet ka nevojë për personistë që duan të kontribojnë në ndërtimin e të ardhmes saj. Ceremoninë nderoi me praninë e tij edhe zoti Dritan Abazović, kryeministri i parë shqiptar i Malit të Zi, i cili theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërkufitar në fushën e arsimit dhe kulturës. Me këtë ceremoni të veçantë bahet qendër ja vetëm për Shqipëri, por për rajon. Dhe ky universitet e meriton këtë gjë. Jeton të gjithë një erë teknologjike me shumë inovacione. Dhe jam i bindur se gjithë cilët keni diplomuar sot, keni marrë shumë dijeni teorike dhe fakte në universitet. Por jam gjithashtu i bindur edhe më shumë se ky universitet ju ka mësuar me qenë njerëz të mirë. Atë gjë kur mos e harroni. Banuni njerëz të mirë, me edukat të mirë, me sjellje të mira. Kur mos e harroni etikën dhe sakrificën e prindve t'juj. Në punë cilën ju pret, merruni me teori, merruni me çdo gjë që keni mësuar, pa kur mos u harroni pri këtij nis. Me atë jam i bindur se do të sjellni gjëra të mira, ja vetëm për Shkodër, ja vetëm për Shqipëri, po për gjithë rajonin. Atmosfera mbrëmjes u mbush me gëzim, emocion dhe entuziazëm, teksa çdo diplomant ngriti kapelen e suksesit drejt qiellit të Shkodrës, simboli një kapitulli që mbyllet dhe një ëndre që sapo nis.